Ulsi, kam një pyetje këtu. Ju folët pak, po themi, për një Izrael dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që po sulmojnë botën myslimane. Pse ende nuk ka një lloj bashkimi i shteteve myslimane, po themi, dhe ka shumë shtete të cilët jo vetëm kanë qëndruar neutral, por i kanë lënë dhe territoret e tyre për bazë ushtarake të Amerikës. Pse nuk ka një lloj solidarizimi me Iranin në këto kushte? Kjo vjen si pasojë e shumë gjërave. E para, duhet shkojmë brapa në histori dhe të shohim krimin e këtyre shteteve nga fuqitë kolonialiste. Shtete sikur Siria, sikur Iraku, sikur Jordania, sikur Egjipti, sikur Algjeria, janë nën produkte të kolonializmit francez dhe britanik. Këto shtete u ndërtuan gjatë luftës ftohtë, një pjesë e mirë e tyre, sikur Jemeni, Siria, Iraku, Egjipti, duke bërë aleancë me Bashkimin Sovjetik, por duke u kthyer në satelite të Bashkimit Sovjetik, këto vende përqafuan bathizmin, që është parë komunizmi arab, si ideologjinë e tyre. Përsa kohë Bashkimi Sovjetik ishte aty, këto vende, domethënë këto republikat arabe, se monarkitë qëndruan me Amerikën dhe Britaninë, republikat arabe u bën aleate të Bashkimit Sovjetik dhe nuk shikonin as nga Moska, as nga Meka, as nga Teherani, por shikonin nga Moska. Tani, me rënien e Bashkimit Sovjetik, këto shtetet shekullare arabe bathiste u përçan me njëra tjetrën dhe këtë përçarje e përdori zionizmi amerikan duke i shkatruar njëra pas tjetrës. Dërsa shtetet që nuk u shkatruan pas rënies së Bashkimit Sovjetik janë këto beduinatet e Gjirit Persik. Këto domethënë emiratet që kanë ndërtuar britanikët dhe amerikanët duke marrë beduin, duke u dhënë para, duke i sjellë në pushtet dhe duke i mbajtur me para dhe ata nuk bëjnë dot asgjë. Vende sikur Arabia Saudite, sikur Emiratet Arabe, sikur Katari, sikur Bahreini, këta sunduesit e këtyre vendeve përpara 40 viteve ishin me deve dhe jetonin në shkretë të tjerë, ndërsa sot jetojnë nëpër kulla prej xhami me kondicioner dhe që ruhen dhe siguria e tyre është në duart e britanikëve dhe amerikanëve. Dhe situata sot në botën arabe është që nuk ka një unitet. Ato që kanë qenë republika, që kanë qenë shumë të avancuara në nivelin ushtarake, shkencore e njerëzor, tani më janë të shkatruara, Libia, Iraku, Siria e tjerë, ndërsa këto beduinatet arabe, sikur Emiratet Arabe, Saudia e tjerë, këto janë thjesht shtete tribale, pa demokraci, pa të drejta njeriu, pa shoqëri civile, ku këto vende janë thjesht koloni anglo-amerikane, ku amerikanët janë ata që nxjerrin naftën, e marrin naftën, e shesin naftën dhe këtyre japin një 10 apo një 20% të asaj që fitojnë. Dhe sigur mund të shihet në këto 5 ditët e fundit, kur Irani ka nisur një luftë totale pasi u sulmua nga Izraeli, kundër Izraelit dhe amerikanëve, dhe që po bombardon bazat amerikane në gjithë këto vendet kukulla arabe, sikur Emiratet, Saudin, Katarin, Bahreinin, këto vende nuk mbrojnë dot veten e tyre, se këto nuk kanë ushtri. Këto kanë vetëm mercenar amerikan, është ushtria amerikane që i mbron këto protektorate. E pyetës tënde pse këto nuk solidarizohen me Iranin është thjesht sepse këto nuk janë shtete. Domethënë Shqipëria e Edi Ramës, Edi Rama ja ka shitur amerikanëve dhe izraelitëve, ka shumë herë më pavarësi se sa këto beduinatet arabe. Dhe në këto momente ka vetëm 2 shtete, mund të themun, që janë të pavarura në lindjen e mesme, Irani, që është shumë i pavarur, dhe Turqia në një farë mënyre. Por edhe për Turqinë duhet kuptojmë që Turqia duke qenë shteti NATO-s, duke patur
strukturat shtetërore të formësuar nga amerikanët, edhe vetë Erdogani nuk ka lirinë që ai mund të dëshironte edhe për të bërë diçka. Pra me pak fjalë, sot bota myslimane është e kolonizuar, i vetmi vend i cili është totalisht i pavarur është Irani, dhe për këtë arsye ne po kemi këtë agresion izraelito-amerikan kundër Iranit, nga që ata shohin Iranin si një rrezik shumë të madh dhe e dinë që për sa kohë Irani do të ekzistojë, amerikanët dhe izraelitët nuk do të mund që të bëjnë planet e tyre, të cilat janë numër 1 zhdukja totale apo solucioni final për palestinezët, dëbimi i tyre në mas, por edhe zgjerimi i Izraelit, të cilin sikur edhe ambasadori amerikan Mike Huckabee pranoi përpara disa ditësh në një intervistë që pati me gazetarin amerikan Tucker Carlson, Izraeli nuk do të qëndrojë në kufit që ai është, por ai do të zgjerohet duke pushtuar Sirin, Jordanin, Arabinë Saudite, pjesë të Irakut dhe pjesë të Egjiptit, e që sipas teologjisë shqiptare ata duan që të bëjnë atë që quhet Eretz Izrael, apo Izraeli i vërtet, apo Izraeli biblik, i cili duhet të shtrihet ndërmjet 2 lumejve, ndërmjet lumit Nil dhe lumit Eufrat. Olsi, si e shikoni përfundimin e kësaj lufte? Nuk e di se si do të përfundoj. Iranianët në këto momente pas vrasjes së Imam Ali Khamenei, i cili ishte një njeri shumë i moderuar, në këto momente pushtetin në Iran e ka marrë garda revolucionare dhe komandantët e gardës janë njerëz të rregjur nëpër luftra. Ata kanë refuzuar që të ketë paqe. Edhe pse amerikanët dhe izraelitët janë duke rrafshuar qytetet e Iranit, deri përpara pak orësh kishin vrarë rreth 1500 veta, po rrafshojnë qendra biznesi, shkolla, qendra sportive etj. Nga pala iraniane po ka suksese të papara. Iranianët bën atë që Imam Khomeini ndronte që në vitin 1979, ku po dëbojnë në mas amerikanët dhe britanikët nga gjiri persik. Qeveria britanike dhe amerikane po evakuon qytetarët e saj nga Dubai, nga Riyadh, nga Katari, nga Manama, për personat që kanë qenë këto vende, si puna ime, e din jetën që kanë amerikanët aty, ti mund të jesh një shofer autobusi apo një ignorant apo punëtor ndërtimi në Amerikë, kur shkon në këto vende, do marrësh punë të mira, do paguhesh nga $10,000 në muaj etj. Dhe kjo bonanza e amerikanëve me parat e petrodollarit arab po i vjen fundit. Irani ka shkatruar gjitha bazat amerikane që janë në gjirin persik, duke bombarduar Dubain, Abu Dhabin, duke shkatruar bazën e flotës 5 amerikane në Manama të Bahreinit, duke bombarduar Omanin, Jordanin, Arabinë Saudite. Dhe fitoria më e madhe strategjike e Iranit deri në këto momente është mbyllja e kanalit të Hormuzit, ku iranianët po krijojnë një krizë globale për punën e naftës, duke mos lejuar asnjë litër naftë që të kalojë nëpër ngushticën e Hormuzit dhe që të shkojë në perëndim dhe në Evropë. Dhe gjitha kjo po bën një krizë të paparë në historinë e perëndimit, që kjo krizë po krijon një reaksion zinxhir, i cili do ta fusi perëndimin në një krizë të madhe ekonomike. Dhe duhet kuptojmë edhe një gjë tjetër, që ekonomia amerikane ekziston fal naftës arabe. Se Amerika nuk i shet asnjë gjë botës përveç armëve, kuptohet, dhe që i vë haraç. Por ajo që e mban dollarin amerikan në pushtet është nafta e arabëve. Se nafta dhe gazi që kanë vendet arabe merret nga kompanitë amerikane, ato e shesin në bursë me dollar, dhe kjo është që mban dollarin si një monedhë me vlerë në botë. Por kjo që po bën Irani në këto momente, duke bllokuar
naftën, do të sjellë bursat po bien gjithantë nëpër Perëndi. Domethënë po ka krizë ekonomike, po kjo krizë nëse iranianët do të arrijnë që të rezistojnë dhe amerikanët nuk do mund që të hapin kushticën e Hormuzit, dhe kjo të shkojë rreth 1 muaj, atëherë do të kemi atë që mbreti Faisal i Arabisë Saudite bëri në vitin 1973, pas luftës arabo-izraelite, ku mbylli robinetat e naftës dhe i tha Perëndimit që ju nuk doni të lejoni Palestinën të jetë e lirë, unë nuk ju shes juve naftë, dhe kjo shkaktoi atë që quhet kriza e madhe e naftës e viteve 80, 70-80. Dhe Irani këtë po bën në këto momente, edhe pse domethënë Irani po bombardohet, po i shkatrohen qytetet, amerikanët po përdorin armë të shkatrimit në masë etj. Ai po përdor bombën ekonomike, të cilën nëse iranianët do të vazhdojnë që të rezistojnë, dhe nëse amerikanët nuk përdorin armë nukleare apo ndonjë surprizë tjetër, probabiliteti është që iranianët do të detyrojnë amerikanët që të vinë edhe t'i luten Iranit për paqe. Pasi nëse kjo nuk bëhet, ne do kemi kolapsin e ekonomisë amerikane, e bankave, dhe për më tepër për ata që kanë jetuar në Perëndim, si puna ime në Kanada, në Amerikë, kjo do i shkatroj popullatat e varfëra të Perëndimit, të cilat jetojnë sikur thuhet në anglisht paycheck to paycheck. Ngritja e çmimit naftës shkakton një reakcion zinxhir, ku do ngrihet çdo gjë, ushqimet, udhtimi, pagesat etj. Dhe duke ditur inflacionin masiv që ka sot Perëndimi, si pasojë e asaj që presidenti Trump thoshte never ending wars, apo luftrat pa limit që amerikanët kanë bërë për Izraelin nga viti 1991 deri në 2016 kur erdhi Trumpi, kanë çuar ekonominë amerikane në një borxh për 27 trilion dollarësh, dhe nga këto 27 trilion apo miliard, sikur i themi ne, nga këto 27 miliard, 8 miliard janë shkaktuar vetëm nga shpenzimet për industrinë e luftës. Pra, Irani, nëse vazhdon që të rezistojë, unë mendoj që kjo luftë mund të përfundojë me fitoren e Iranit, numër 1, dhe numër 2 me shkatrimin e Amerikës si një fuqi ushtarake dominante e lindjes mesme. Polsi, kam dhe i pyetje të fundit, a është Turqia vendi i cili do të ndalojë Izraelin në luftra të tjera? Turqia është një vend që ka një krizë shumë të madhe ekzistenciale, nga që e para ajo duke qenë vend i NATO-s, ajo nuk ka pavarësinë që ka Irani. E dyta gjë e Turqisë është që Turqia, edhe pse është ushtria më e madhe apo forca më e madhe ushtarake e botës myslimane dhe ushtria e dytë e NATO-s, Turqia nuk ka institucione të pavarura të cilat mund të marrin vendime të pavarura sikur me Republika Islamike e Iranit. Por është një problem tjetër që për strategjinë e Izraelit, sikur vërtetoi edhe komisioni Nagel që kryeministri Netanyahu themeloi në dhjetor të vitit 2024 pasi rrëzoi Asadin, për strategjinë e ardhshme të Izraelit, ata e kanë identifikuar Turqinë si armikun më të madh të Izraelit pas Iranit, dhe përpara rreth 2 javësh në një fjalim që mbajti Netanyahu në Izrael, ai thoshte që tani kemi plagosur boshtin shiit, ka ardhur momenti që do përplasemi me boshtin sunit të vllazërisë myslimane. Me këtë nuk kuptohet Turqia, dhe sikur kanë deklaruar edhe shumë politikanë izraelit, pas heqjes qape të Iranit, ata do t'i vërsulin Turqisë dhe ose do të ndryshojnë regjimin në Turqi, ose për ndryshe do ta ndajnë Turqinë.